Cilat janë rrezikët që na kanosen kur ne lëm një infekcion të patrajtuar me vite me radhë? Kemi zonja që pasi lindin fëmijë nuk e takojnë me ginekologin e tyre. E para varet nga lloji i infeksionit, sigurisht varet nga lloji i infeksionit. A e mendon dikë që është gjatë gjithë kohës me sekrecione të shtuara, me aromë të pakëndshme, me të krojtura të organit nga jashtë, me skuqje, me djegje të urinës, se të gjitha këto janë shenja paralajmëruese. Janë shenja paralajmëruese dhe shoqëruese gjatë kohës, janë shenja të cilat të japin një bezdi, të çojnë në stres, të çojnë në ankth. Pa llogaritur pastaj do harxhosh mjekime njëri pas tjetrit. Pse? Se nuk di të bësh atë higjienën shumë mirë të organit të gjinor dhe në rastin tjetër t'jesh shko po përdor kondomin apo prezervativin. Por ne kemi dhe infeksione të cilat të lënë për tërë jetën të mos bësh nën. Të cilat janë? Prandaj klamidia. Klamidia është ajo e cila të lë do me thënë infertile, ti nuk lind më. Por sa më shpejt të kapet si infekcion dhe të mjekohet, mund të shpëtosh veten. Po e keqja e infeksioneve seksualisht të transmetueshme e dikush është pasi nuk kanë shenja që në fillim. Shenjat rishfaqen më vonë.